Kryeministri Edi Rama e ka treguar qartë se ka filluar të shqetësohet nga ajo që zjen në prapasken. SPAK-i ka shkuar te dera kreut të qeverisë dhe ka shumë zëra që thonë se pas organit të akuzës janë amerikanët. Por reagimi i Ramës sot në konferencën e fundvitit ka shtuar dyshimet se kreu i qeverisë ka filluar të shqetësohet nga këto zëra. Teksa fliste për korrupsionin, ku duhet theksuar se Departamenti Amerikan i Shtetit në çdo raport nxin qeverin, Rama shpërtheu në akuza. Të thuash që Shqipëria është vendi më i korruptuar në botë se këtë doli e tha një hyjvan në Washington, kjo është shumë spektakolare dhe për këtë është shumë e besueshme, por është e pavërtet. Sipas tij, ky është një shembull klasik i shpifjes moderne. Jep një gjysmë të vërtetë, rrasi një histori nga mbrapa dhe për shkak të kësaj gjysme të vërtete, gjithë historia duket e besueshme. Tendenca e njerëzve është ta besojnë të keqen shumë shpejt se të mirën. Ky shpërthim i Ramës tregon se ai ka filluar të trembet, që kur ka ardhur Donald Trump në pushtet, Rama nuk ka shkelur në Washington dhe nuk ka pasur asnjë takim me zyrtar të lartë. Madje i dërguari për Ballkanin kur erdhi në Tiranë e shmangu kryeministrin. Pra sinjalet që vinë nga përtej Atlantikut nuk janë as pak pozitive dhe Babloku ka filluar ta kuptojë. Në konferencën për mediat ai tentoi të justifikonte skandalet e qeverisë. Ai mbrojti disa krerë bashkish Akshin, por edhe sulmoi SPAK-un për akuzat. Në mënyrë të ngjashme ai mbrojti ish-drejtorin e APP-s Jonaid Myzyri duke quajtur një personalitet me medalje ari dhe duke deklaruar se Shqipëria është njëshi në rajon për transparencën e prokurimeve publike sipas një raporti të Sigmas. Në vijim ai lavdroi punën e Akshit, i cili ndodhet gjithashtu në fokus të hetimeve, duke renditur kursime prej qindra milion eurosh dhe miliona dokumente të gjeneruara në platformën i Albania. Sipas tij, ky institucion është arsye krenarie, jo turpi. Ai shmangu çdo përgjegjësi për situatat e krijuara nga brenda administratës, duke u përqendruar tek një bilanc pozitiv. Ky vit është viti më i suksesshëm i Shqipërisë, se solli kjo shumicë, jo koha. Shqipëria ka hapur të gjithë kapitujt e negociatave me EBE-n. Në sheshin Skënderbej është mbledhur gjithë Europa. Erdhën këtu jo për një vend korruptuar. Përballë kërkesave të opozitës për dorëheqje, qeveri teknike apo zgjedhje të parakohshme, Rama u tregua i prerë. Çfarë është ky muhabet? Do jap dorëheqjen? Ne morëm 83 mandate në qershor, apo e keni harruar? Në vend të reflektimit për skandalet dhe hetimet, konferenca e Ramës u fokusua në një narrativ të njëanshme të arritjeve, duke minimizuar përgjegjësinë politike dhe duke sfumuar çështjet e nxehta të vitit. Nga inceneratorët e tenderët dhe hetimet ndaj zyrtarëve të lartë, një përpjekje për të mbyllur vitin me kontroll të plot mbi narrativën publike.